Dugaxhini me pjesën e bisedës. E kemi tani më në lidhje Gembi Kaçin. Gembi, faleminderit shumë që je sonte me neve dhe dëgjues të Radio Dugaxhinit. Faleminderit edhe për ftesën. Një lajm i mirë, Gembi, për qytetin e Gjakovës. Është synimi që të bëheni përsëri me ekip të futsallit. Po ideja është të bëhemi edhe një herë me ekip futsallit, që ka pas ekipe tjera më herët. Sa është e rëndësishëm një ekip i futsallit? Tashmë keni marrë iniciativën, sa është e rëndësishëm për qytetin e Gjakovës? Për qytetin është shumë i rëndësishëm sepse ka shumë lojtarë dhe momentalisht ekip futsallit nuk kemi. Është ky ekip, domethënë, zyrtarisht. FC Vllaznimi në futsal i bjen, apo? Po, FC Vllaznimi në futsal. Okej, super. Ka mungu që në periudhë futsalli pas shuarjes skuadrës së Liburnit. Po, ka mungu shumë. Ka ju erdhi ideja dhe iniciativa për ta kriju ekipin e ri të futsallit në Gjakovë? Ideja erdhi me disa shok, tu biseduosh ashtu tu e ditë faktin që shumë lojtarë kanë metë që nuk kanë mujt me arrit për shembull në Vllaznim ose diku tjetër, edhe shumë lojtarë të ri e kanë lënë futbollin edhe për shkaqe të kushteve edhe që s'ju ka jep ndonjë arsye, edhe kjo ka qenë ideja që me i prej ligës parë edhe me promovu talentat e ri. Pse jo edhe dikush që ka një moshë që mundet me lut. Absolutisht. Me sa kuptova unë, bordi drejtues dhe ju që keni marrë iniciativën, bëhet fjalë për ish tifoz, po më nej tifoz, ish futbollist e kësaj forme është ndërtuar apo? Po, për djemve të qytetit. Bravo. Pasi çdo iniciativë për krijimin e një ekipi çfarë do të qoftë ai në sport, besoj e ndihmon edhe vendin. Sa ka qenë vështirë dhe sa është e vështirë realisht me kompletu tash ekipin, me rregullu ekipin për pjesëmarrjen në gara? Pjesa më e vështirë mund të më qenë te pjesa e financave, të sponsorat. Po fatmirësisht na kanë ndihmuar shumë sponsorë në fillim. Nuk kanë ofruar disa sponsorë, tash edhe dinë që ligji, çush është ligji për sponsorizim, që kanë drejt për me sponsorizu. Sakt. Po mirë ka shku, mirë. Normal, vështirësi, çdo sa një ka vështirësitë e veta, po e rëndësishme është me fillu, besoj. E rëndësishme me fillu, edhe njeti është i mirë, besoj që ka jeni me skuadër, me trajner, me ajën bë organizimet në këtë fushë, ajën përfundu? Po, zyrtarisht trajnerat i kemi zgjedh, është Valon Kasapi edhe Disrat Dervishi, dytë kanë qenë pjesë e Vllaznimit, dytë kanë luajtur në Liburn, Valoni ka qenë kapitan, edhe kemi fat arsyeshme për me bisedu edhe na kanë ndihmuar në fillim, kuptohet pak si shosnishi. Edhe ata janë djemë të qytetit, kuptohet. Edhe i kanë ditë që shkojmë punë në qytet. Edhe çka? Ja din hallet se. Po, sakt. Edhe çka është më e rëndësishmja, të dy kanë arrit sukses të jashtëzakonshëm me Liburnin edhe kanë përvojë goxha të madhe. Goxha të madhe. Edhe kjo ka qenë një arsye që i kemi ftuar më vonë pjesë e jona. Sakt. I falenderoj publikisht. Absolutisht, edhe meritojnë. Tjetra, kur planifikoni me u inkuadru në gara, pasi tash me sa e diun në Liga e Parë është në pushim, nëse s'gaboj? Jo, ka fillu, na nuk kemi drejt deri në sezonën nashme kur fillon në shtator Liga. Okej. Pra, domethënë ja nisim prej fillimit gushtit me fazën përgatitore, edhe kompletohemi për kampionat direkt. Kur fillon në shtator, saktë nuk e di, po. Ekipin e keni kompletu me futbollist? Me futbollist jo me të gjithë, me disa kemi bisedu, jemi në marrëveshje e sipër me disa përprese me nëja përgjigje, puna se luajnë disa nëpër ekipe, apo kupton? Po, gatishmëria ka qenë me u bashku Vllaznimit. Gatishmëria po, se emri i madh dihet. Po. Cilat janë planet Gemb? Kur e keni formu klubin, besoj keni caktuar edhe qëllimet, synimet që i planifikoni me ekipin. Qëllimet janë që 3-4 vite të ardhshme, besoj 5 vite, me mujt më konë në Super League, pse jo edhe në gara evropiane, që është Liburni ose që janë ekipe tjera, Prishtina, Dranisa, që luajnë Champions League. Kjo është ideja, me dalë në Evropë. 5 vite të ardhshme.
Për 5 vite Evropa, pra duke filluar nga liga e parë, duke e pa ligën e parë si vjet. Sa besoni që është sfiduese liga e parë fillimisht e më pastaj Superliga, pasi se Superliga besoj është krejt botë tjetër, kërkon investime më shumë e gjithçka. Qartë, liga e parë siç po thua ti është pak jo më do, po kuptohet është. Po, i ke mundësitë më të mëdha. I ke mundësitë më të mëdha edhe atë Superliga kuptohet si me financa, si me ekip, është diçka tjetër. A keni pas edhe mbështetjen e komunës, a jeni kontaktuar nga ata ose a keni pas takime me udhëheqësit e komunës për mbështetje? Momentalisht kemi pas kontakte veç puna shfrytëzimit të fushës, dokumentacioneve shka është duhet, na ka majt gati, na kanë ndihmu për pjesën tjetër të financat të këto që janë donacionet halën nuk është artë koha për me bisedu. Po normal, se pason regjistrimi e pastaj futeni në subvencionim, besoj, logjik shumë. Po, çashtu. Po deri tash na kanë ndihmu. Ndeshjet, ku do t'i zhvilloni edhe stërvitjet? Ndeshjet edhe stërvitjet besojmë me lujt në Shaninushi, në sallë sporteve këto. Po. Për stërvitje mujmë edhe në këto shkollat që janë në shembull që ka salla me parket. Liburni ka qenë? E dim. Po. E dim se këtu është ngarkesë shumë e madhe sepse është vetëm një sallë. Pikërisht. Edhe është edhe basketbolli, për këtë arsye trajningi besoj që duhet edhe në për shkolla tjera ku ka. Po dhe tash bon aty. Po. Edhe kjo çështja e infrastrukturës po para se problem në shumë qytete dorën zamër. Se është handbolli, volejbolli, basketi. Shumë. Çka doshta diçka tjetër me ditë, a do të ndiqet shembulli i Liburnit në këtë rast me skuadrën e vllazнимit, suksesi, organizimi? Shpresojmë që po, na kemi folur edhe me disa drejtues që kanë qenë në Liburn, i kemi lyp një lloj, se ata provojë tash i kanë, i kemi lyp një ndihmë, një diçka që mund më na për mirë që mos më bëj gabime. Saktë, Liburni u shua herën e fundit shkaku i të lasheve financiare dorën zamër, për ndryshe kanë pas sukses të jashtëzakonshëm. Duket që po, nuk e di saktë. Po. Përkrahja e tifozëve për Liburnin në atë kohë e majnë men ka qenë e madhe. A besoni që do të reaktivizohet përkrahja edhe për vllaznimin? A keni biseduar me tifozët Gjakovar? Po, me tifozë kemi biseduar me disa prej tyre, po besoj se normal përkrahja ka me kon. Se në gjyret ku që zi edhe ju dini sa bojmë na. Kjo besoj është edhe një arsye se edhe futbollin e vogël e dojnë shumë Gjakov, sportin e vogël, i bin futsallin. Edhe dorën zamër futsalli është goxha atraktiv kështu me pa. Shumë atraktiv, ka golla më shumë, ka aksion më shumë. Aksione më shumë, më i shpejt. Besoj një send që ju intereson në tifozëve është a do të fokusohet vllaznimi vetëm në futbollistët vendor apo do të planifikoni edhe prurje nga jashtë, siç bëjnë edhe ekipet tjera? Për fillim e kemi vendosur me fillu me vendor. Për pjesën tjetër atë nuk e di, nuk më thon sakt. Po besoj se shumica kanë me qenë vendor. A janë futbollistët me këta që po bisedoni edhe me këta që keni arrit marrëveshje shumica prej Gjakovës, a ka edhe qyteteve tjera? Shumica janë prej Gjakovës, qyteteve tjera nuk mund më thoni që ka, po shumica janë Gjakovë, çto rrethim. A prodhon Gjakova mjaftueshëm futbollist për futsal? Se llogaritet si një prej trevave që ka pas gjithmonë futbollist. Po. Mirë Gembi, faleminderit shumë për kohën. Unë i uroj shumë sukses në këtë iniciativë, besoj përpos mbështetjes që ju nevojitet nga sponsorët, uroj që ju den mbështetje edhe komuna e Gjakovës, pasi në këtë fillim sigurisht secili ka nevojë për një ndihmë sadopak të vogël për ta nis këtë aventurë, e më pas besoj rrugës rregullohen gjërat. Faleminderit shumë edhe për te, i ftojmë edhe sponsorët sa më shumë më në ofru, pasi që e dim edhe ligji qysh është, dhe nuk i bjen diçka me hup. Absolutisht po, janë pare që destinohen dika tjetër, po në vend se të shkojnë diku tjetër mund të investohen në sport. Në sport, Shumë faleminderit Gembi dhe suksese me skuadrën e vllaznimit. Faleminderit shumë, faleminderit për ftesën. Natën e mirë.